Uroj të gjithë mësuesit e shkollës gëzuar 7 marsin. Faleminderit të gjithëve, E dashur mësuese Elena, me këtë letër dua t'ju shpreh se sa mrekullueshme jeni. Ditët, javët, muajt e vitet kalojnë, por ju mbeteni e njëjta, në një rinj shumë mirë të të gjitha aspektet. Ju falenderoj për çdo këshill, për çdo moment që na keni shpëtuar. Ju falenderoj për kushtimin që më dua të kaloj. Ju jeni dhe keni të vetë një mësuese shumë e mirë. Ju uroj gëzuar festën. O sa bukur e këtë ditë, fytyrat e mësuesve shkëlqejnë si flitë, sa më njohë që me mësues të tillë lloj bolla, në një të ardhmen duan të vëmendje nga bolla, sa falënderime që nuk kron kurrë lodhë. E vogëlisha si klasë me mami përdore që vite për të sharë. Era në këtë shkollë shumë e vogël, me vi mësueses në çdo thimeli sa një vogël. Sa do falënderime nuk ka shpërdej dorë për çdo ditë që ju ma dhatë të thotë. Mësuesele, në banga tona Mësuese Elena na prinde vitës e djesim se të dorime me të ngota në pëson. Te imë të drejt, fort të mirë të shuham që pëson. Në ka si përshqisi në të dëton, mësuese Elena na jep zemër të na shëndron pranë që përnë. Në një pjesin e përkushtimit e saj, të ka falenderoj me respekt sot në çdo 7 marsin e kohës. Sinën e ty që nga një pranë me sirë, të s'ka të sharë, nga mëse dhe dhe do nga kushe në tyje, nga një të flera dhe kësaj shkëpije, zotë në të kufra për të kanë që da shkëpitën dhe ju më dojë kanë qenë. Gëzuar festën më shpirë të jarë, një krenaria e të rëndësë shqiptarë. Marsis është një ditë për personat e presë të gjithë paturin. Uroj shumë të qenë mësuesen anë në bakë Shqipërisë. Faleminderit nga zemra për apullësin që na mësuat dhe për të shkronjë që na mësuat. Nga jo erdi dituria, nga jo erdi pasuria, ajo më mësoj shëqën kur nuk ti asja. Sot 7 marsin e ke, ditën tënde, me dërore, ti meriton të gjitha të mira njerëzore. Asgjë nuk shikove, me të gjitha mundësit të mësove. Më mësove të mos kemë të kush, por që thonë të jemi kush. Prandaj, të uroj shumë shëndet, si lumëturisë që qetive, lumëturia të jetë me ty të shkëlqenjë.